Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillojmë shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Takimi pozit-opozit tek paskthimit të kryeministrit nga New Yorku, konsensusi rreth demarkacionit megjithatë shihet i paritshëm. Vazhdon kërkimi i autorëve të vrasjes së doganjerit Senaviciu, se Uleksi jep 82.000 euro shpërblim për informata. 130 familje rrezikojnë të mbesin pas tre për plasën me policin, 6 dëbohen, 11 prangosen. Mësimdhënësit pranojnë të kontrollohen nga inspektorët, por jo të testohen nga ministria. Takimi pozit-opozit në kërkim të arritjes së një marrëveshjeje për demarkacionin pritet të ndodhë tek paskthimit të kryeministrit Mustafa nga New Yorku. Por analistët në vend janë skeptik rreth arritjes së një zgjidhje të përbashkët. Ata thonë se treni i marrëveshjes politike pozit-opozit tashmë ka ikur. Partitë opozitare kanë vendosur që të pranojnë ftesën e kryeministrit Mustafa për të ulur në një tavolinë të bisedimeve. Kësaj ditëve në vijim, liderët e 5 partive më të mëdha në vend do të ulën në një tavolinë për t'i dhënë epilog procesit të gjatë të demarkacionit. Derisa Nisma për Kosovën thotë se debati i ri për kufirin është një lloj tradhtie, AK-ja dhe lëvizja vetëvendosje thonë se në këtë takim përfundimisht demarkacioni do të konstatohet i vdekur dhe do të ecet përpara me proces të ri. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se jo më larg se në fillim të muajit tetor pritet të nisë një raund i ri bisedimësh rreth parafrimit të qëndrimeve mbi kufirin me Malin e Zi. I kontaktuar nga Tribuna Channel, këshilltari politik i kryeministrit Mustafa, Faton Abdullahu, ka thënë se takimi mund të ndodhë nga java e ardhshme. Kryeministri Mustafa, posa të kthehet nga New Yorku, do t'i përkushtohet agjendës së demarkacionit, ku përfshihen edhe takimet me opozitën. Akuzat për kokë forci nuk i ndihmojnë askujt. Faktet e parëzueshme duhet të jenë bazë cilës do bisedë dhe cilët do komunikim. Ky vazhdon të jetë parimi i qeverisë saj përket demarkacionit. Duhet të ngallënjejmë faktet e vërteta dhe pragmatizmin. Duhet të ngallënjejmë interesin nacional i Kosovës dhe gjithsesi interesin e qytetarëve të saj. Por analistët në vend nuk shohin mundësi për arritje në një marrëveshje rreth demarkacionit. Analisti politik Bajrush Morina thotë se treni i marrëveshjes politike pozit-opozit tashmë ka ikur. Kretë çka mund të ndodhë tash është pas të 12-it. Treni i marrëveshjes politike opozit-opozit tashmë ka ikur, madje duke pasur parasysh acarimin e situatës politike dhe fjalorin e ashpër politik mes liderëve, unë nuk pres të ketë asnjë shtrëngim duash me sinqeritet të lartë e me ndonjë marrëveshje parimore. Takimi pritet të ndodhë në vazhdën e takimeve që po zhvillohen mes përfaqësuesve të pozitës dhe opozitës, të iniciuara nga Naim Rashiti dhe të mbështetura nga faktorin ndërkombëtar. Derisa në Kosovë bëhen planet për takimin e përbashkët të liderëve politik, kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj veç i kanë nisur takimet e tyre në New York. Në fillim të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, ata janë takuar me një mik të Kosovës me ish-presidentin Clinton. Takimi është zhvilluar në Clinton Foundation dhe këtë e ka bërë publike ministri Hoxhaj. Me kryeministrin Mustafa takuan presidentin Clinton. E informuan për zhvillimet në Kosovë dhe rajon, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Ndërkohë, sekretari i Nismës për Kosovë, Bilal Sherifi, ka paralajmëruar qeverinë që të ketë kujdes me çështjen e asociacionit, pasi që sipas tij çdo veprim për të themeluar këtë asociacion mund të prodhojë trazira. Këtë paralajmërim ai ka bërë në emisionin më të ri në Tribuna Channel Fakt Plus të drejtuar nga Leutrin Berisha. Ftesa e kryeministrit Mustafa drejtuar partive opozitare dhe dalja në terren e tij për të biseduar me qytetarët e zonës së Rrugovës po shihet si zbutje e çndrimit të qeverisë ndaj çështjes së demarkacionit. Kështu është shprehur në emisionin më të ri në Tribuna Channel Fakt Plus sekretari i Nismës për Kosovën Bilal Sherifi. Ai ka shtuar se kjo çështje pritet të marrë epilog përfundimtar ditëve në vijim. Ky muaj mund të tregoj se nga do shkojë vendi dhe cili do të jetë fati këtij versioni të kësaj marrëveshje, por nuk e di atë mund të
vendosët brenda këtij muaji. Mbase mund të hyjë edhe në muajin tetor, në pjesën e parë të tetorit, por një gjë është e sigurt. Pa më parasysh kur ky version i demarkacionit, i marrëveshjes për demarkacion nuk kalon. Sherifi nuk ka dashur të zbuloj detaje se çka po bisedohet në takimet e përfaqësuesve të pozitës dhe opozitës, të organizuara nga Naim Rashiti dhe të mbështetura nga faktori ndërkombëtar. Po ashtu, ai ka përgëzuar pjesëmarrjen në lëvizjet dhe vendosje në këto takime. Në këtë intervistë, sherifi ka folur edhe për vendimin e qeverisë për kompletimin e ekipit menaxhues, i cili do të bëjë hartimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mos provojnë fare as ta sjellin ndonjë marrëveshje të tillë në kuvend, sepse situata e sigurisë në vend do të përkeqësojë shumë më shumë se sa me demarkacionin. Nuk e kem ndërmend të bëjmë lojë me vendin për hir të asaj që ata dëshirojnë të mbrojnë kokat e tyre nga lufta apo nga lufta kundër korrupsionit. Sherifi po ashtu ka demantuar zërat për hyrjen e qeverisë të AK-s dhe Nismës, duke vlerësuar se kjo qeveri nuk ka mandat të qeverisë me vendin dhe zgjedhjet e parakohshme janë e vetmja rrugdalje. Sa i përket çështjes së koalicionit AK-Nisma, sherifi ka thënë se ky bashkëpunim po shkon mirë dhe se në momentin e duhur do të prezantojë një alternativë të mirëfillt për qytetarët e vendit. Bashkimi Evropian kërkon që Kosova të mos ketë tolerancë ndaj korrupsionit. Kjo kërkesë u ritheksua në një konferencë ku u fol për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Të nderuar ambasador. Tash më shumë se 6 muaj nga ratifikimi i marrëveshjes për asocim dhe stabilizim, vëmendja është kthyer në drejtimin e zbatimit të saj dhe reformave të kërkuara. Rol të theksuar mbikëqyrës në këtë proces do të ketë Komisioni Parlamentar për Integrime, por jo vetëm. Për këtë, ky komision parlamentar dhe grupi për studime juridike dhe politike organizuan sot diskutim publik me temë progresin e zbatimit në MSA-s. Shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se MSA-ja ka rëndësi ekonomike dhe politike për Kosovën. Sundimi i ligjit është në thelb të marrëveshjes së MSA-s, njëkohësisht sundimi i ligjit paraqet sfidat më të mëdha për Kosovën, si pavarësia e gjyqësorit, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Kryetarja e Komisionit për Integrime Njom Zamini tha se me gjithë simbolikën që ka kjo marrëveshje, fokus tani duhet të vendoset tek zbatimi dhe përmbushja obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje. Për këto 6 muaj të hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe miratimit të planit kombëtar për zbatimin e MSA-s, fatkeqësisht bilanci i punës sonë nuk është pozitiv. Na duhet të punojmë shumë më shumë që të arrijmë objektivat tona dhe të përmbushim obligimin ton ndaj qytetarëve të vendit, integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Antarja e Komisionit nga LDK Vjosa Asmani, duke folur për procesin e marrëveshjes së MSA-s dhe integrimit të Kosovës në BE, vlerësoi se investitorët e huaj po pengohen të investojnë në Kosovë, duke ju kërkuar rishfet 25% me të ardhurën e aeroport. Domethënë gjëra të thjeshta që kanë pengu investitorët e huaj, e mos të flasim pastaj për njerëz që i presin në aeroport dhe ja u kërkojnë 25%, që ka të bëjë me krim të pastër të organizuar. Nga grupi për studime juridike dhe politike, Dren Droli vlerësoi në hapjet e debatit se pas hyrjes në fuqi të MSA-s, fatkeqësisht debati publik, por edhe politik trajton tema të tjera në krahasim me nevojat që ka procesi integrimit evropian. Sipas tij, kjo tryezë ka për qëllim debatin mbi prioritetet e shtetit të Kosovës dhe mbi nevojën që ka Kosova të orientojë drejt MSA-s dhe obligimeve që ka Kosova. EULEX-i vazhdon të jetë në kërkim të autorëve të vrasjes së doganjerit Audrius Cenavicius, i cili ishte vrarë para 3 viteve në fshatin Sërbovc të komunës së Zveçanit. Për ata që japin informacione rreth kësaj vrasjeje, ky mision ka vendosur t'i ndajë 82.000 euro shpërblim. EULEX-i ka dhënë 82.000 euro shpërblim për çfarëdo informacioni që pranojnë rreth autorëve të vrasjes së doganjerit Audrius Cenavicius, i cili ishte vrarë para 3 viteve në fshatin Sërbovc të komunës së Zveçanit. Kështu bëhet ditur në një konferencë për mediat organizuar në nderim të doganjerit të vrarë të këtij misioni, e cila u mbajtësot në qendrën informative të BE-s në veri të Mitrovicës. Zëvendës shefi i EULEX-it Bernd Trenk ka përshkruar me pak fjalë ditën kritike kur ishte vrarë doganjeri Cenavicius.
Sipas tij, Senavicius kishte punuar për Euleksin, por një herët edhe për shtetin e Kosovës, duke e flijuar kështu vetëm për të mirën e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Duke kërkuar ndihmë nga qytetarët për ndonjë informat që mund të sjellë deri tek autori ose autorët e kësaj vrasje, Tren ka bërë të ditur shpërblimin prej 82.000 euro për një gjë të tillë. Një ekip ndërkombëtar është duke punuar që 3 vite në gjetjen e autorit të këtij krimi, por me gjas këtë nuk mund të zgjidhim vetëm. Na duhet bashkëpunimi publiku të gjerë, na duhet sidomos prokurorja e njerëzve të komunitetit që jetojnë këtu. Andaj apeloj tek ju të na kontaktoni për çfarëdo që dini që lidhet me ngjarjen. Një shpërblim i shtuar prej 82.000 eurosh ose për afërsisht 10 milion dinar serb ofrohen për çfarëdo lloj informate që mund të sjellën deri tek arrestimi i kryesit apo kryesve të vrasjes së Audriusit. Edhe prokurorja e Euleksit Damare Teriot, një herët përgjegjëse e këtij rasti, ka përsëritur se përkundër përpjekjeve të deritashme, akoma nuk janë zbuluar kryesit e kësaj vrasje. Senaviciusi ishte një baba dhe bashkëshort i dashur si dhe një koleg i nderuar në punën e tij për zbatimin e rendit dhe ligjit, dhe përkundër të gjitha përpjekjeve tona të deritanishme, vrasja e tij ende nuk është zbuluar. Gjatë kësaj konferencë u shfaq një film i shkurtër përmes të cilit bëhet apel për çfarëdo informate rreth këtij rasti dhe më pas delegacioni i Euleksit ka vendosur lule pranë pllakës për kujtimoren në Serbovsk të Zveçanit. Audrius Shenavicius nga Lituania u vra më 19 shtator 2013 afër Zveçanit në veri të vendit, pas të shtënave me armë zjarri mbi 2 makina të Euleksit, me të cilat pulltonin 6 pjesëtar të këtij misioni, por në pikën kufitari i Arinje dhe deri më tani askush nuk është arrestuar për vrasjen e tij. Një telasht të madhe ka 130 familje në kryeqytet. Atyre u ka ardhur vendimi për të lëshuar banesat në të cilat jetojnë tash 17 vite. 6 familjeve që janë larguar nga prona me vendim të gjykatës themelore në Prishtinë. Por largimi po kundërshtohet fuqishëm nga banorët. Rezistenca atyre ka quar deri tek përleshja me policinë, me qëras u lënduan 11 persona. Gjashtë familje në Lasën Dardania në Prishtinë janë larguar nga pronat e uzurpuara, të cilat me vendim të gjykatës themelore në Prishtinë i takojnë ndërmarrjes publike banesore në Prishtinë. Ndërsa në situatë njëjtë kanë qenë edhe 130 familje, por banorët e këtyre banesave kundërshtuan këtë vendim, duke kërkuar që të bëhet një zgjidhje. Rezistenca e tyre për të mos i lëshuar banesat në të cilat jetojnë që 17 vite, solli deri tek përleshja mes tyre dhe policisë. Me këtë rast u lënduan nën banorë të një polic. Ndërkohë, si rrjedhoi, policia shoqëroi 10 persona. Sot kërkojmë një muaj, një vjetë, 10 ditë në të shtyra. Lërni një siguri që tu largom një shtash. Mundësisht. Tëm se këtu e ka ndërtuar qeveria e Serbisë. Edhe asnjë pronor privat, se po ti shkon pronor privat sa kishte gjetë evazioni. Këtu janë prona të Serbisë, cilat BVI-ja po këshyr me i uzurpu për interesa personale. Sot s'ka mundësi. Sot është vendimi i gjykatës që të lirohen bëhet debimi i banesës. Vendimi i banorëve të lagjës u asëroi një zyrtar nga gjykata themelore në Prishtinë. E pavarësisht, banorët insistuan që të mos largohen nga ato prona. Ndërmarrja publike banesore e ka fituar drejtën e pronës. A është legjitim aso legjitim? Ne nuk jemi ata që vlerësojmë zotni, kupton? Ky vendim është i formës për herë. E Elfete Moçolli, banore kësaj lagjes, rrëfen për ndërhyrjen e policisë. Ajo e quan ndërhyrje të dhënshme nga policia e Kosovës. Unë nuk e di, që kishin shpirt me qitë sprej, kretve, s'pajshëm as plokun, se pajshëm në ka kosh për me kop. Urzuar një herë, me nëzhe që të më shtrat, që atë këmnejt një orë të këmruhe. Ky vendim i gjykatës themelore do të lësh shumë familje në rrugë, e tillë është edhe familja Zeqiri. Nuk e dim na, fakt nuk dim kur gjë heq. Veç që nërë me forcat policie, me 20 gjipa, që kuj kanë gjipa. Marrë për ta qenë të bo. Këta janë të fort, e kanë pushtetin tonë të bëjnë çfarë dojnë. Sipas policisë, në vendin e ngjarjes ka qenë gjykati kompetent i lëndës, prandaj të gjitha vendimet janë ndërmarrë në koordinim të plotë me autoritetet. Ky objekt ishte ndërtuar në vitet e 90-ta dhe ishte dedikuar për refugjat nga Serbia dhe Bosnia. Në ditët në vazhdim, aksionet të ngjashme priten të ndodhin edhe me familje të tjera, ndërsa komuna e Prishtinës nuk ka një strategji të veçantë për këto familje të lagjës Dardania. Se do të marr parasysh edhe këta veçkopit.
Lëvizja vetëvendosje nga ana e saj ka kritikuar Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për diskriminimin që po u bëhet kategorive më të ndjeshme të shoqërisë. Sipas kësaj lëvizje, edhe ligjet për këto kategori janë diskriminuese dhe nuk i mbrojnë të drejtat e tyre. Kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë si pensionistët, fëmijët me aftësitë e kufizuara, gratë lehona dhe të dënuara gjatë luftës vazhdojnë të jenë kategoritë më diskriminuese nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kështu ka vlerësuar nën kryetarja e lëvizjes vetëvendosje Fatmire Kolçaku. Ajo në një konferencë për media tha se kjo qeveri nuk po mban përgjegjësi që ka për këto kategori që sipas saj janë më të neglizhuara. Ministria për Punë dhe Mirëqenies Sociale mbulon shumë kategori dhe kryesisht i mbulon ato kategoritë më të ndihshme dhe më të prekura në shoqërinë tonë. Por, kjo qeveri ka dëshmuar që nga fillimi se nuk e trajton seriozisht sepse emrimi i një njeriu në dy pozicione aq të rëndësishme, njëra ministër për Punë dhe Mirëqenies Sociale dhe tjera zëdhënës i qeverisë flet për faktin që një njeri nuk ka mundësi ato t'i kryejë të dyjat në mënyrën e duhur. Ajo shtoi se dhe ligjet për këto kategori janë diskriminuese. Është e qartë që shumë familje kanë nevojë për asistencë sociale, por a ka në më diskriminues që një familje me një person të aftë për punë i cili nuk ka ku gjej punë dhe posa fëmia i vet i mbush 5 vjet i ndërprehet ndihma sociale. Do të thonë ky është njëri ndër nenet më diskriminuese që mund të bëhen në shtetin tonë. Kolçaku bëri të ditur se që nga nesër kjo lëvizje do të përkushtohet për çështje sociale që prekin shoqërinë përmes rrezave të rrumbullakta. Ndrojmë temë të informacionit. Zyrtarët të komunës së Obiliqit vazhdojnë të qëndrojnë prapa deklaratave të tyre se kjo e fundit është komuna më e ndotur në region. Thonë se askush nuk do të jetonte aty sikur kushtet ekonomike të ishin më të favorshme. E nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit thonë se është investuar mjaft në kek, por jo sa duhet. Komuna më e ndotur në region, qytetarët edhe sikur të kishin kushte më të mira ekonomike, asnjë prej tyre nuk do të jetonte në këtë komunë. Por pavarësisht kësaj, brenda 5 vjetëve në kek, nga qeveritë të ndryshme janë investuar afër 100 milion euro. Këto ishin vetëm disa nga komentet që u dhanë sot në emisionin Euro Tribuna në Tribuna Channel. Drejtori i mbrojtjes së mjedisit në komunën e Obiliqit Arben Berisha deklaroi se nga keku vazhdimisht marrin premtime nga më të ndryshmet për investime në komunitet, por se kjo asnjëherë deri më tani nuk ka ndodhur. Pa të premtu keku një 150.000 euro. Na ka premtu me fillim viti, edhe asnjë cent hala nuk e ka jep. Bordi thot merr vendim, kryetari i bordit nuk e nërshun sot, i merr një 3 muaj ditë deri në nërshun kryetari i bordit Berat Rukiqi. Kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës Ilir Morina tha se pavarësisht investimeve që kanë ndodhur në kek në kuptimin e ruajtjes së ambientit, ato investime nuk kanë mjaftuar. Ka rreth 60 milion deri 100 milion euro investime nga qeveri të ndryshme dhe qeveria jonë deri më tani në kek mrena 5-6 viteve të fundit. Në kuptimin e rujtjes së ambientit. Rujtjes së ambientit, vetëm për mjedis. E me njerëshëm ka qenë reagimi i ekspertit të mjedisit Bexhet Mustafa, i cili kërkoi nga drejtori Berisha që kjo drejtori duhet i dërgojë në vendin ku duhet kërkesat e qytetarëve. Ju duhet të ndihmoni edhe qytetarëve të komunave të tjera, jo vetëm jujes. Jo vetëm me fjalë, jo vetëm me fuqat, por unë s'po shoh veprime. Jo them drejtën. As shumë. Deklarativisht po, edhe kryetarët në komunë shpesh e shoh edhe ju e tjerë. Por me hapa konkret nuk po shoh. Pse sa herë keni ardhur? Jo, sa herë keni ardhur ju? Pse s'vjen kryetari i komunës edhe ju krejt stafi edhe me blloku derën e qeverisë ministrisë më on. U tha se nuk duhet të ketë kërkesa vetëm në letra dhe të thuhet se prioritet janë ato, por duhet të punohet dhe të ketë vullnet që këto të fundit të adresohen në adresë të saktë. Debatin e plot me të ftuarit në emisionin Eurotribuna mund të ndiqni sonte nga ora 20:45 minuta, ndërsa ne vazhdojmë me informacione të tjera. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, sot ka vizituar fermerët dhe prodhuesit në komunën e Prizrenit për të parë përsa afërmi punën e cila bëhet në këtë komunë. I pari Kuvendit u premtoi për kraje të më të qeshme fermerëve, duke shtuar se për këtë kategori do të rriten edhe subvencionet. Gjatë vizitës që i bëri fermerëve të komunës së Prizrenit, i pari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se ky është një tregues suksesi i bashkëpunimit midis fermerëve, prodhuesve dhe institucioneve të vendit. Me këtë rast, ai ka shtuar se nëpërmjet këtij bashkëpunimi mund të rritet bilanci ynë tregtar në fushën e eksportit. Për gjithë fermerët në përara
do të shtohen subvencionet edhe grantet për prodhuesit tanë bujqësor, fermerët tanë, një të kohë do të shtohet edhe për kraja për kompanitë suksesshme si që janë kompania ABI anëkënd Kosovës. Ndërsa Irfan Fusha, pronar i kompanisë ABI, që merret me grumbullimin e perimeve, tha se para disa viteve 90% e lëndës së parë është importuar, kurse tani kemi arritur që 99% të sigurohet nga fermerët tanë. 99% të lëndës së parë të bëjmë grumbullim prej tregjeve Kosovës apo prej farmerëve tonë kosovar që jemi në bashkëpunim me farmerë. Kështu që për momentin jemi të gatshëm edhe për prodhime tjera. Ndërsa fermerët e Krushës së vogël nuk u shprehen edhe aq të kënaqur sa i përket sigurimit të tregut për produktet që ata kultivojnë. Të një shesim, kërkun s'kemi treg në Kosovë. E kemi obën që aty, po ajsër në furnizon 2-3 bush të 10 e njën. Tjetër fabrik në për Kosovë s'ka. Vinë pjesë jashtë e ka të goshme. Fermerët e komunës së Prizrenit kanë deklaruar se ende nuk i kanë marrë subvencionet që u janë premtuar për këtë vit. Fillimi i vitit shkollor në shkollat e mesme të larta dhe të ulta nuk ka qenë i mbar. Me gjithë ndarjen e buxhetit për Ministrinë e Arsimit, nxënësit vazhdojnë të furnizohen pjesën më të madhe me tekste të vjetra. Viti shkollor në shkollat e mesme të larta dhe të ulta nuk ka filluar për së mbari. Buxheti i cili është ndarë për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë del të mos ketë qenë i mjaftueshëm për furnizimin e teksteve shkollore. Deputetja e AAK-s në Komisionin për Arsim, Teuta Haxhiu, ka deklaruar se Ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, duhet të jap llogaridhënie për buxhetin e ndarë për tekstet shkollore. Unë kam marrë shumë dhëna faktike që ndarja e buxhetit është bërë krejt në disproporcion me ato që kanë marrë nxënësat, dhe në fakt më shefen ato që ju dedikohen ose shkojnë tek nxënësit. Andaj është shumë me urgjencë të kërkohet nga ministri një llogaridhënie, pse ndahet gjithaj buxhet dhe ku shkojnë ato mjete. Haxhiu po ashtu ka thënë se komisioni duhet të vizitojë institucionet edukative arsimore për të parë se si po ecin gjërat. Ajo ngriti po ashtu shqetësimin edhe për Agjencinë e Akreditimit, për të cilin tha se nuk është i pavarur. Komisioni për Arsim në takimin e mbajtur ka miratuar projekt ligjin për inspektoriatin arsimor, i cili do shkojë në seancë për leximin e parë. Por në këtë mbledhje nuk ka munguar vërejtja për punën e inspektoriatit, për të cilin anëtarët e komisionit kërkuan që jo çdo ministri duhet të ketë inspektoriat. Najt Hasani, kryetari i komisionit, tha se duhet të jetë vetëm një inspektoriat i përgjithshëm, jashtë ministrive, me qëllim që puna e tij të jetë më efikase. Mendoj që kam vërejtjet e mia që kemi bërë projekt ligje për secilën ministri për inspektorat, dhe kjo nuk ka një qasje duar të mbrojtjes, sepse inspektoratët janë bërë pjesë e ministrisë, drejt e tyre e ministrisë, kështu që na mund të kalojmë për lexim parë, po ndoshta u dash me pas një marrëveshje mes ministrave dhe qeverisë, me pas një inspektorat përgjithshëm që është jashtë ministrive, që do ta kontrollojë ose do ta mbrojë më mirë. Shpejtim Bulliqi, i cili është anëtar i komisionit nga radhët e LDK-s, theksoi se ky projekt ligj i ka munguar sistemit arsimor, ndërsa tha se inspektoriati do të ishte shumë i fuqishëm në rolin e tij nëse do ishte i pavarur. Ky projekt ligj ka qenë i nevojshëm dhe ka munguar shumë sistemit arsimor të Kosovës, edhe pse në një formë unë pajtohem me ato që tha dhe kryetari më herët që ndoshta ky institucion do të ishte shumë e fuqishëm dhe do të luante rolin shumë më mirë, po që se do të ishte si institucion i pavarur e jo të mbikëqyret nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, përkatësisht edhe ministri tjera. Ndryshe komisioni miratoi dhe raportin me rekomandime për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e parafërta, i cili u procedua në kuvend për lexim të dytë. Shumë nxënës të shkollës së mesme të mjekësisë Dr. Gjeladin Deda në Mitrovic kanë protestuar sot për shkak të zvarritjes së punimeve në këtë shkollë. Atyre ju premtua që problemi do të zgjidhet për një javë. Qindra nxënës të shkollës së mesme të mjekësisë Dr. Gjeladin Deda në Mitrovic kanë protestuar sot rreth një orë para objektit të ri shkollor në shenjë pagnatësie të zvarritjes së punimeve në këtë objekt, të cilat kanë filluar para 7 vitesh. Ata u shprehen të indinjuar duke qenë se tash e sa vite mbajnë procesin mësimor në një objekt me nxënësit e shkollës teknike. Drejtori i kësaj shkolle Gani Rama tha se nxënësve të kësaj shkolle po ju bëhet e padrejtë tash e sa vite. Që nga viti 2009 është nis objekti i ri i shkollës së mesme të mjekësisë. Tash që 7 vite zvarritet, arsyet ne nuk i dime,
edhe për kundër premtimit që shkolla do të çohet me 10 shtator, ne e përfundojmë javën e dytë pa proces mësimor. Krenar Hyseni, nxënës i kësaj shkolle, u shpreh i shqetësuar për shkak të vonesës së procesit mësimor tash e 3 javë. Jemi shqetësuar për shkak të mosmbajtjes së mësimit, edhe pse shkolla është pothuajse në ndërtim. Ne nuk e dim se ku është problemi, mirë po kjo si nxënës na shqetëson shumë. E kryetari i Mitrovicës Agim Batiri premtoi se ky problem do të zgjidhet për 1 javë. Është vështirë për mua sekretari i komunës që shoh në rrugë kanë që mirë por banka shkollore. Por kur bëhet pamundërën do të bëhet pamundërën që sot në javë ju të jeni banka shkollore. Kurse përfaqësuesi i kompanisë e cila është kontraktuar nga Ministria e Arsimit për ndërtimin e objektit shkollor Artan Zeneli, deklaroi se gjithçka do të përfundojë në fillim të tetorit. Unë me 8 tetor përfundojnë për këtë gjohë unë i njeftu më drejtori. Kosto e ndërtimit të kësaj shkolle që ndodhet në lagjen Bajer pranë Spitalit Rajonal në Mitrovicë është rreth 2 milion euro investim i mashtit, ndërsa punimet është dashur të përfundojnë në vitin 2012. Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë mbajtur sot një aksion simbolik të organizuar para Kishës Ortodokse Serbe në kampusin universitar. Ata përmes këtij aktiviteti synojnë që këtë kishë ta funksionalizojnë në shërbim të studentëve. Në nënqillin e hapur janë ulure po lexojnë. Disa studentë të Universitetit të Prishtinës kanë vendosur që orën e tyre të mësimit 45 minutëshe ta mbajnë para Kishës Ortodokse Serbe që ndodhet në kampusin universitar. Grupi i studentëve të quajtur Uniteti përmes këtij aksioni simbolik parashikojnë që kishën e cila është ndërtuar gjatë masave të dhunshme në kohën e Slobodan Miloševićit ta funksionalizojnë në shërbim të studentëve. Edon Zeneli tha se kampusi universitar duhet të përdoret vetëm nga studentët dhe për studentët. Kjo hapësirë këto është e studentëve, është e kampusit Universitetit Prishtinës dhe ju takon pos atyre të vendosin për të. Sipas Aurela Kadriut është e shëmtuar që një objekt i tillë fetar të gjendet në kampusin universitar. Na kërkojmë rifunksionalizimin e këtij objekti dhe të kësaj hapësire, po kërkojmë një rifunksionalizim që do me thonë kthimin e saj tek studentët aty ku takon. Na nuk po thojmë rënukët. Për mua nuk ka rëndësi a rënohet apo qëndron e tillë. Për mua është e rëndësishme që kjo hapësirë në një formë në një tjetër me ju kthyr studentëve. Edhe mos me marr karakter fetar, sepse edhe si e tillë në fakt nuk është nis me qëllime fetare, është nis me qëllime fashiste. Ftesën nga studentët kishte edhe profesori i Fakultetit të Arteve Bekim Lumi. Ai theksoi se me këto veprim dëshirojnë të tregojnë se hapësira e UP-s është ajo që ju takon studentëve dhe mësimdhënësve. Konsiderojmë që feja apo religioni e as politika nuk kanë se çka kërkojnë në hapësinën e Universitetit të Prishtinës. Kjo hapësinë është drejtë dhe prone patjetërsueshme e studentëve dhe mësimdhënësve të këtij universiteti. Ne jemi këtu për ta ngritë zanin tonë në mbrojtje të kësaj të drejte. Ora mësimore e Unitetit do të vazhdojë dhe në ditët në vazhdim. Ditë më parë, kjo kishë është pastruar dhe lyer nga disa vullnetar për iftërinë së bashku me zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović me qëllim të funksionalizimit të saj. Modelet e shteteve të tjera kanë bërë që të arrihet të diskutohet për testin vlerësues të performancës për mësimdhënës e profesor të institucioneve edukative arsimore në Kosovë. Kryetari i Zbashkut, Raman Jasharaj, ka një kërkesë më të rëndësishme se ky testim. Modeli i shtetit shqiptar dhe shumë shteteve të tjera evropiane bëri që Ministria e Arsimit në Kosovë të marrë iniciativën për të bërë testin vlerësues të performancës së mësimdhënësve kosovar. Por kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Raman Jasharaj, ka thënë për televizionin se mënyra e vetme të cilën e pranojnë ata është vlerësimi në bazë të vëzhgimeve nga ana e inspektoriatit. Zbashku është kundër testit me shkrim, por Zbashku kërkon që edhe mashti, edhe ne të gjithë të angazhohemi që të bëhet vlerësimi mësimdhënësve përmes vizitave në orë nga inspektorët profesional. Arsyet janë të shumta, ne kemi konsideruar dhe prapë konsiderojmë se po i dërguam mësimdhënësit në test me shkrim, do të ishte një degradim pikë pari i diplomave të tyre. Sipas Jasharajt, ky test është ofendim i diplomës së mësimdhënësve, pasi sipas tij shumë mësimdhënës dhe profesorë universitar kanë marrë kualifikime të shumta profesionale. Që nga koha e pas luftës dalja në terren nga ana e inspektoriateve për të bërë vëzhgime në orët mësimore, sipas Jasharaj mungon.
Fatkeqësisht pas luftës jo, para luftës gjeneratat e mia dhe tjera të mbajnë men, kishim na vazhdimisht vizita dhe ato vizita nuk ishin dëshkuese, po ishin këshilluese dhe ne kur na vizitonin këshilltarët, herën tjetër ishim më të mirë sepse ata shihnin nga afër, na shihnin se si po punojmë në klasë dhe unë po them prap, Kosovës dhe shteteve tjera i intereson mësuesit jetë i devotshëm që të arrit komunikoj drejt me nxënësit, që ta shpjegoj lëndën drejt, që t'ju ofroj dijet që përkitazi me moshën. Nevojë më të madhe se ajo e testimit të performancës, Jashara shprehej se është testimi fizik apo shëndetësor për arsimtar dhe profesor. Ne kemi shtruar, sepse shpesh është folë dhe ne kemi informacione fatkeqësisht se në shkollat tona ka edhe mësimdhënës që për të ruajtur pagën e tyre janë edhe të diagnostifikuar dhe me kancer dhe me smundje tjera dhe ata detyrohen të shkojnë në shkollë. Ne kemi nisë një ide me Ministrin Bajrami që ta nxjerrët një aneks i ligjit të punës në mënyrë që këta mësimdhënës të vizitohen nga mjekët dhe të caktohet aftësia e tyre gjithsesi koeficienti i aftësisë dhe të dërgohen në pension të parakoshëm. Sot përfaqësuesit e Mashit dhe të Zbashkut kishin një takim të përbashkët, por që temë kryesore nuk kishte testim mësimdhënëse. Tribuna Channel, edhe pse është munduar të marrë një përgjigje nga kjo ministri për të kuptuar më shumë rreth çështjeve të këtij testi vlerësues, zyrtarët e kësaj ministrie i u shmangën përgjigjeve tona. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Elizabeth Palmer is there. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se konsideron se është e pakuptim që forcat e qeverisë siriane t'i përmbahen marrëveshjes së anëpushimit përderisa ata po sulmohen nga rebelët. Duke konsideruar se kushtet e anëpushimit nuk janë duke u respektuar nga rebelët, ne konsiderojmë të pakuptim që forcat e qeverisë siriane ta respektojnë anëpushimin në mënyrë të njëanshme, ka thënë zyrtari nga Ministria e Mbrojtjes Sergej Rutskoj. Ministria ka thënë se është duke monitoruar gjendjen në terren dhe kanë gjetur 53 shkelje të anëpushimit në Siri vetëm në 24 orët e fundit. Ka informacione se grupet e opozitës së moderuar siriane janë bashkuar me grupet terroriste dhe se po përgatisin sulme të përbashkëta, pretendon Ministria Ruse. Marrëveshja e anëpushimit ka hyrë në fuqi me 12 shtator. Presidenti Amerikan Barack Obama tha mbrëm se Shtetet e Bashkuara ende nuk e kanë zgjedhur një femër presidente pasi shoqëria amerikane nuk është mbështetëse ndaj femrave të fuqishme. Këto komente zoti Obama i bëri në New York gjatë një ngjarjeje për tubimin e fondeve për Partinë Demokratike. Më tutja i theksoi se në zgjedhjet presidenciale ndërmjet ish-sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznismenit republikan Donald Trump nuk do të ketë paqartësi. Duke ju referuar kandidatit Trump, por pa përmendur emrin e tij, Obama tha se ky person nuk është i kualifikuar të jetë president. Megjithatë, sipas tij, polarizmi politik në Shtetet e Bashkuara i ka bërë këto zgjedhje më të paqarta se sa që do të duhej të ishin. Kjo referencë kishte të bënte me hulumtimet e fundit të opinionit që sugjerojnë se gara ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është të jetë e barabartë. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione nga vendi e bota, vizitojeni webfaqen gazeta tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.